Mirë se erdhët të dashur peshor në letrat të rrëfejnë. Jam Diana dhe do bëjmë leximin e radhës tuaj. E vërteta nuk është gjithmonë ajo që sheh në fillim të dashur peshor. Kjo javë të fton të shohësh më thellë, të pranosh ndryshimin dhe të ndërtosh një jetë më të qëndrueshme, jo vetëm më të bukur në sy. Peshor, ky është një nga leximet më të forta të kësaj jave, të them. Nuk flet për fata, por rastësi. Flet për pjekuri, për mënyrën si mendon, si zgjedh njerëzit, si ndërton jetën dhe si e ndryshon atë kur kupton se diçka nuk të shërben më. Çdo letër lidhet natyrshëm me tjetrën dhe të çon drejt një mesazhi të vetëm. Mos u kënaq me atë që duket mirë në sipërfaqe. Kërko atë që ka vlerë në thelb. Po fillojmë me letrën e dijes, të dashur peshor. Java fillon pra me një kujtesë të rëndësishme. Mos merr vendime sepse kështu bëjnë të gjithë. Informohu, lexo, pyet, mëso. Ka shumë mundësi që këtë javë të dëgjosh një informacion apo një këshill ose një ide që të hap një derë të re. Në punë mund të mësosh një aftësi që të bën më të vlefshëm. Në financa mund të kuptosh se ke bërë një gabim të vogël që po ta korrigjosh tani të kursen shumë më vonë. Në dashuri, nëse ka të bëj, mund të kuptosh diçka për partnerin që nuk e kishe parë më parë. Por letra të paralajmëron edhe për një gjë. Mos beso çdo gjë që dëgjon. Sot njerëzit shpërndajnë lajm, mendime dhe këshilla sikur të ishin fakte. Pyet gjithmonë veten. A e di me siguri apo thjesht po e supozoj? Një njeri që mëson vazhdimisht gabon shumë më pak se ai që mendon se i di të gjitha. Perceptimi, letra e dytë. Pra, kjo është letra më interesante pas dijes, sepse flet për mënyrën se si shikon gjërat. Peshor. Dy njerëz mund të jetojnë në të njëjtën situatë. Njëri sheh problemin, tjetri sheh mundësinë. Njëri sheh refuzim, tjetri sheh një drejtim të ri. Shpesh nuk është jeta ajo që të na lodh, është mënyra se si i perceptojmë apo interpretojmë situatat. Nëse dikush nuk të telefonon më njëherë, mos krijo 10 histori në kokë. Nëse një plan shtyhet, mos mendo më njëherë se gjithçka dështoj. Nëse dikush nuk të buzëqesh, nuk do të thotë që ka diçka me ty. Kjo javë të kërkon të mos reagosh më njëherë. Shiko më thellë. Ndonjëherë ajo që duket si humbje, pas disa muajsh kuptohet se ishte shpëtim. Dhe letra e tretë është disiplina, të dashur. Kjo letër të zbret me këmbë në tokë. Ëndrat janë të bukura, planet janë të bukura, por pa disiplinë mbeten vetëm dëshira. Nëse dëshiron të kursesh para, nuk mjafton të mendosh. Duhet të ndryshosh zakonet. Nëse dëshiron të humbësh pesh, nuk mjafton motivimi i së hënës. Duhet vazhdimësia e së martës, së mërkurës dhe gjithë javës. Nëse dëshiron një marrëdhënie më të mirë, nuk mjafton të thuash të dua. Duhet të dëgjosh, duhet të respektosh. Kjo javë të mëson se rezultatet e mëdha ndërtohen nga veprimet e vogla që përsërit çdo ditë. Pra, disiplina. Pasioni. Është gjithë zjarr këtu, të dashur. Është një letër shumë e fuqishme, flet për dëshirën, për energjinë, për tërheqjen, por edhe për konfliktet që lindin kur dy njerëz kanë ego të fortë. Në dashuri mund të ketë shumë kimi, por edhe shumë kokëfortësi. Mund të duash dikë shumë dhe prap të grindeni për gjëra të vogla. Mos kërko gjithmonë të fitosh debatin. Pyet veten, dua të kem të drejtë apo dua ta zgjidh problemin? Edhe në punë ky letër flet për konkurrencë, mos u krahaso vazhdimisht me të tjerët. Energjinë që shpenzon duke parë suksesin e dikujt tjetër, përdore për të ndërtuar suksesin tënd, peshor. Pasioni është dhuratë, por vetëm kur kontrollohet. Kur të kontrollohet, ai kthehet nuk kontrollohet, ai kthehet në lodhje.
Dhe letra e 5 është vdekja dhe rilindja, death and rebirth. Mos u frikso nga emri, kjo nuk është letër humbje, është letër transformimi. Ka zakone që duhet vdesin, ka frika që duhet mbarojnë, ka njerëz që ndoshta kanë përfunduar misionin e tyre në jetën tënde, ka dhe një verzion tëndin që nuk të shërben më. Ndoshta je ai njeri që kërkon gjithmonë miratimin e të tjerëve. Ndoshta je ai që nuk di të thotë jo. Apo që fal shumë shpejt edhe kur nuk respektohet. Kjo javë të jep mundësinë të rilindësh ndryshe. Mos u ka pas asaj që ka mbaruar vetëm sepse të duket e njohur, sepse shpesh njerëzit nuk kanë frikë nga ndryshimi. Kanë frikë nga e panjohura. Dhe pikërisht aty fshihet rritja. Të dashur peshor, mbreti i tokës, leximi mbyllet me një nga energjitë më të bukura: stabilitet, pjekuri, siguri. Kjo letër flet për ndërtimin e një jete që nuk lëkundet nga çdo erë. Në vend që të mendosh vetëm si të fitosh më shumë, mendo si të ruash atë që ke. Në vend që të kërkosh gjithmonë emocione në ri, ndërto marrëdhënie që zgjasin. Në vend që të blesh për të dukur, investo për të ndjerë sigurt. Ky letër flet edhe për njerëzit që mbajnë fjalën. Ata nuk premtojnë shumë, po kur thonë do jem aty, aty do jem. Mundo dhe ti të jesh një nga ata njerëz. Sepse besimi ndërtohet me vazhdimsi, jo me fjalë të mëdha. Të dashur peshor, kjo javë pra të kujton se jeta nuk ndryshon vetëm kur ke fat, por kur fillon të shohësh më qartë. Mëso diçka të re, mos u mjafto me përshtypjen e parë dhe mos lejo emocionet e momentit të marrin vendime për ty. Disiplina do të çojë më larg se motivimi, ndërsa ndryshimet që sot të friksojnë mund të jenë arsyeja pse nesër do ta falendorosh veten. Në fund, peshor, mos ndërto vetëm një javë të mirë, ndërto një jetë që të jep qetësi, siguri dhe krenari kur e shikon pas. Për të arritur aty, gjitha këto këshilla që morëm, ti përmbaheni, është shumë lehtë e arritshme.